Përshëndetje shqiptar. Ka menu disa ditë, të dal mos dal, të dal mos dal. Shqetësoj plakën, mos shqetësoj plakën. Më falni, jo plakën, mamin. Ka ardhur koha mamit. Sa për zërin, nuk është me audio tune, se më duket se i ka ik pak koha audio tunit. Ndoshta ka dhe njerëz që dëgjojnë akoma audio tunin, po ka konga aty, sa dush ti vini me audio tune. Shpresoj të mos lodheni e t'jeni mirë. Vjen keq që jam aty me ju. Jam jashtë shtetit, si shumë shqiptar. Venin s'po ja tregoj, pa ata njerëzit që më njohin, dhe ata tjerë që më njohin me mask, e din ku rri, edhe qa boj, edhe qa këndoj. Jam me zemër, me shpirt, e qa më man pragu derës. Jemi të fort si arbri. Shpresoj që mos rrini shumë ditë në për protesta, që të lodheni më pak, edhe për të mirën e tyre është dëgjojnë më pak, se sa më shumë, edhe më shumë. Po dun më shumë, ka më shumë. Po doni për më shumë. E din vet ata për qa bëhet fjalë, për shumë gjona. Mos ta fillojmë që kur kam lindun. Nga vitet 90 e sipër. E kur kam mikun, e pse kam mik, e pse jam kthy, e pse kam shku. Janë dhimbjet përjetume, jo vetëm nga unë, po nga shumë ropë. Nga nënat, vlezrit, gjyshet dhe shumë njerëz që kanë ikë për këtë vend. Dhe për këta njerëz. Ju dua shumë, kudo që ndodheni, jam aty me ju, ju du shumë, edhe unë jam fan si juj. Jo ju fansat e mi, jam unë fansat e juj. Unë jam fanse më i madh i juj. Më i madhi. Këtë ndjej në shpirt, si që ndjej në çdo shqiptar. Jo vetëm unë, se s'jam vetëm unë. Pa dhe shumë vlezër e motra. E mame, e babe. Ju du shumë, ju du shumë. Gjithë shqiptarve, ata shqiptar që kanë gjakun e Skënderbeut. Gjakun e arbrit, ju du shumë. Qofshi e rrofshi për herë e për jetë. Mirupafshim.